Ice bath dita 4. Këtë të shtunë është e ftuar Agnesa Shyti, trajnere profesionale, e cila do të na flasë për sfidën e saj 30 ditore Ice Bath dhe shëndetin e disiplinën e trupit. Besa, kur del prej banjës të ftoftë nuk është se e njën fort pjesën e atmosferikës ndryshe. Duke rezistu të ftoftin, besoj që mund është me kontrolu veprimet edhe presionin në të nxehtë. Edhe pse gjithë e dim lumi i bërë sa i ftoftë është, sa i rrjatshëm është, qarkullimi i gjakut bëhet më i shpejt, atëherë inflamacioni nuk ka vend në trup temin. Unë e mujt ftoftin me të ftoft, vazhdimisht i çojna trupit stres. E banjë e ftoftë thjesht ndihmon ti me menaxhu stresin. Tha, ai që nuk e ka asnjë problem shëndetësor i ka 1000. E ai që e ka një, tha fokusohet një zgjedh një. Vonë është atëherë kur ti fillon me kuptu që nuk kam nis fitnessin as me të parin e as tanën. Zoti na ka qu sot, ka mujt mos më na qu, e jo na është që është me planifiku ditën. Po ashtu kemi të ftuar edhe profesor psikolog Fitim Uka, ku do të flasim për çrregullimin dhe intervenimin në fëmijëri të hershme. Sot armikun më të madh që e kemi në fëmijëri të hershme dhe në veçanti në moshën 0 deri në 2 vjet, është teknologjia. Ndonjëherë prindrit nuk i kanë njohurit apo dijet e duhura për të kuptuar nëse fëmiu i tyre vërtet ka vështirësi në zhvillim. Testohet, vlerësohet në fëmijëri të hershme, intervenohet hershëm dhe rezultatet janë shumë më të mëdha se sa në krahasje me një intervenim të vonë. Këto e detajet të tjera mund t'i ndiqni në emisionin Rrit çdo të shtunë nga ora 11:30 në TVN.